Shpresoj që do të njëse do jetë si gjithmonë tifozëria më bukur të botë për mu dhe për gjithë shqiptarët që i kanë gjetë gjithmonë mbështetje e rëndësishme në këtë kohë që kam qenë në kombëtarët, besoj që kanë qenë gjithmonë ajo mbështetje shtesë për ne në fushë, sidomos në çdo lojë të rëndësishme apo edhe ato miqësore gjithmonë ka qenë mbrapa nesh dhe besoj që do jetë edhe nesër ashtu. Govorio u principu da su dobre pripreme, da su razmišljali o kvalitetnim pripremama i da će sigurno i navijači i publika i svi biti zadovoljni sa ovime što ćemo mi sutra prikazivati i uspjeti da nešto pozitivno uradimo. Berat Erel Kodeli, Televizioni Klan. Pasi mbyllë sezonin dhe përpara se të vije në grumbullimin e kombëtarës vetëm pak orë më parë, shkove te vendlindja e prindërve të tu dhe erdhe me një porosi, me një mesazh atje. Sa mendon që dhe sa beson që mund ta mbajmë dhe mund ta realizojmë atë porosi? Otišao je, čim je završeno prvenstvo, Džimšit je otišao u svoj rodni dom i onda je došao sa mesažom jednim i koliko si sposoban i koliko misliš da će to izdržati taj tvoj mesaž koji si dao? To je pitanje. Po, kisha 3-4 ditë pushim që kam folë edhe me trajnerin Silvinjo, kështu që i ka ti shija gjyshin dhe gjyshin në vendlinje, siç është e rëndësishme për mua që shumë pak kohë kam pas herët e kaluara, vitet e kaluara dhe kështu që ishte një gjë shumë e rëndësishme ta bëja dhe porosia sigurisht që ka qenë ajo që e keni dëgjuar besoj gjithë, po ne jemi 100% të fokusuar te ajo ndeshja dhe besoj gjithmonë ne lipim fitoren dhe kështu do jetë edhe nesër përballë kundërshtarit shumë të fortë, por ne gjithmonë jemi me synimin me fitu neshë. Da, bio sam kod mojih rođaka, odnosno dede i uže porodice, jedno 4 dana sam imao odmora i zbilja sam se lepo odmorio i proveo, a taj mesaž koji sam ja dao, to je činjenica da smo fantastično pripremljeni i da očekujemo uspjeh za sutrašnjem meču. Berat, ndi të ufan nga Top Channel, sa e vështirë është për të ndarë emocionet në këtë ndeshje dhe për të përqendruar tek futbolli, sidomos për ju dhe disa lojtarë tjerë të cilët ndoshta kanë një lloj historie në këtë përballje? Koliko je vaše mišljenje za ovu utakmicu posebno i igrači koji imaju jednu dužu istoriju u ovom meču između ove dve ekipe? Nuk besoj që do jetë shumë e vështirë, po prapë siç e the ti, normalisht që i ka disa gjëra emocionale që mund të ndjekin pak më shumë disa lojtarë, po prapë besoj që ne duhet të fokusohemi te futbolli, te kundërshtari jon, sidomos te paraqitja jon si kombëtarët, do të vëmë fokusin tek veta jon dhe besoj që ajo është gjë e rëndësishme nesër dhe emocionet sigurisht që duhet të jenë një ndeshje futbolli, po prapë duhet të mbaham nesër dhe të mendojmë vetëm atë ndeshjen dhe për 3 pikë. Berat, Rinald Bregasi, Radio Televizioni Shqiptar. Pardon. Gospodin Džimšit je rekao da su fokusirani fantastično na ovo. Za nas ne interesuje osjećaj i pređašnja vremena, nego interesuje nas sutrašnji meč i tu smo fokusirani bez ikakvog drugog problema. Berat, Rinald Bregasi, Radio Televizioni Shqiptar. Sytë e gjithë kombit janë të ju nesër dhe këtë e dini. Padyshim është edhe i përgjegjësi e madhe. Sa tavë do t'jeni për ta transformuar këtë në një energji pozitive për të parë një Shqipëri zjarr nesër dhe një mesazh se si do t'jeni ju për gjithë ata shqiptarë që presin kaq shumë për jush? Pitanje je kako ste vi spremni jer imate neki mesaz za celu publiku, vatrenu publiku koji očekuju jedan pozitivan rezultat od vas. Shiko, mesazhi që mund të japim është vetëm ai në fushë me paraqitjen tonë. Besoj që mesazhi do jetë që të japim gjithçka në fushë, të lejmë gjithçka në fushë, sa atë që kemi brenda vetes dhe besoj pastaj edhe tifoz do
do trokasin, ndodh që ndodh, po besoj që jemi përgatitur shumë mirë për këtë ndeshje, siç e thash edhe më herët, kemi pas shumë kohë kësaj here me studiu mirë e kundërshtarin, siç është shumë i fortë, po sidomos edhe lojën tonë si ta bëjmë nesër ta zhvillojmë, kështu që besoj që jemi të përgatitur. Mi smo dosta vrlo ozbiljno pripremljeni, rekao sam i malo pre, da ćemo mi se fokusirati isključivo na dobru igru, na borbenost i da na svaki način pokušavamo da dobijemo ovu utakmicu. Krizi Altari, Panorama Sport. Berat, Jovic, Vlahovic, në fund Samardžić, ky fundit shok ekipi. Nuk e di, keni biseduar me të para kësaj sfide dhe sa ju ndihmon ky fakt që janë 3 sulmues të cilët luajnë në Serie A? Pitanje je da li ste razgovarali sa Vlahovićem, Jovićem i sa Samardžićem koji je tvoj klubski drug o ovoj utakmici? Për me fol, nuk kam fol, vetëm me Samardžićin, sigurisht që është e kam në ekip për çdo ditë në stërvitje, kështu që sigurisht që kemi fol, tash nuk do të them këtu çka kemi fol, po bisedet kanë qenë shumë normale dhe po prapa ajo që më thëti do ndihmoj, janë 3 super lojtarë, nuk janë vetëm ata, është gjithë ekipi Serbisë, ka shumë lojtarë të fortë individual dhe besoj të përshëndrohemi tek gjithë ekipi, jo vetëm tek lojtarët tek, dhe do jetë Chelsea nesër. Pitanje je bilo šta misliš, da li ste razgovarali sa Vlahovićem, Jovićem i Samardžićem, i odgovor je da, sa Samardžićem jeste, jer smo klubski prijatelji, ali na vrlo normalan način i vrlo normalni razgovori koji non stop, pošto smo skupa u istom timu. Poštovanje, Berat, ovde Dušan Uštević, portal Telegraf RS iz Srbije. Vaša supruga je iz Srbije. Kako uopšte, možete da nam otkrijete to kako, da li je ona, da li ste pričali nešto sa njom pre ove utakmice, kako generalno gledate u domu oko ove utakmice? Zotni Berat, ma si ju jeni prej, bashortja ju është prej Serbisë, edhe si po ndini vetën kur bisedoni për këto ndeshje, për këto raporte të futbollit edhe të mirëqenies. Shiko, vetëm faleminderit për pyetjen, po unë nuk kam Hvala na pitanju. Nuk kam marrë këtu me përgjigj për jetën time private, jam këtu për futboll dhe besoj këto çështje janë futbollit e jo personale gjimshitit që do bëhet nesër, kështu që besoj që lejmë me futboll. Mi smo ovde došli zbog fudbala, a ne zbog privatnih problema, odnosno normalnog života u mojoj porodici koja je prisutna u svim događajima koje ja iživljavam. Okej, kjo ishte pyetja e fundit për kapitenin, cili mund të dalojnë të lirë bashkohet me ekipin. To je zadnje pitanje za kapitena. Dhe fillojmë me